Shkojmë tani tek martesat në Shqipëri. E thash, po humbet terren, divorci po fiton gjithnjë më shumë hapësirë, shifrat e fundit të Instat janë patjetër alarmante. Numri i martesave ka rënë në nivelin më të ulët historik, ndërsa ndarjet kanë shënuar rekord. Vetëm gjatë vitit 2024, 1 në 3 martesa ka përfunduar në divorc. Por çfarë po ndodh realisht me çiftin shqiptar? Apo ndryshojnë vlerat, pritshmëritë apo po shembet vetë ideja e martesës si institucion? Dhe sa e përgatitur është shoqëria për këtë realitet të ri? Ne do të diskutojmë në këto momente me sociologen Eva Sinana. Je kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Ju përshëndes. Mirëmëngjesi. Do doja ta nisja me një pyetje sa i përket faktit që 1 në 3 martesa përfundon në divorc. Nga pikpamja sociologjike, apo flasim për një krizë të çiftit apo për një transformim të mënyrës se si shqiptarët e konceptojnë martesën? Në fakt, nuk është vetëm një dukuri ose një fenomen shqiptar, do të thoja, është gjithandej e njëjta problematik, por fokusohemi te realiteti jon. Unë mendoj që se shpeshherë thuhet që fundi i martesës është divorci. Në fakt, fundi i një martese është mungesa e dialogut. Dhe duket se në gjithë shoqëritë sot po mungon dialogu dhe komunikimi mes partnerëve. Qofshin këta në një bashkëtesë, qofshin në një lidhje dashurie, apo në një martesë. Po mungon komunikimi, po mungon dialogu. Partnerët kanë filluar të shkëputen emocionalisht nga njëri tjetri. Dhe kjo i bën ata që të dal ngadalë të shkojnë në një divorc si fillim emocional, pastaj kalojmë ato hapat të tjerë të divorcit derisa të arrijmë tek divorci ligjor që është në fund. Unë do të thoja që partnerët e ditëve të sotme janë partnerë pa diskutim që janë përshtatur kushteve të realitetit ku jetojnë, por duket sikur jemi më shumë gati për të larguar nga një marrëdhënie, sesa për të qëndruar dhe për të përballuar konfliktet, apo sesa për të qëndruar dhe për të përballuar vështirësitë që ka një marrëdhënie në gjithë rrugëtimin e saj. Po pse po ndodh kjo? Pra nëse dikur një çift i një brezi tjetër do të qëndronte dhe do t'i sheshonte këto konflikte duke menduar për të shpëtuar martesën, sot vendimi për një divorc është më i thjeshtë dhe më i shpejtë. Nuk ka ndryshuar institucioni i martesës, sesa ka ndryshuar pritshmëritë që kanë burrat dhe gratë nga martesat. Qofse më përpara institucioni i martesës ishte një stres sigurt ekonomike dhe të jepte një status social, sot shikohet si një partneritet dhe shikohet si një institucion ku ti do të kesh një veçzhvillim. Dhe ajo që ndodh është që martesat e ditëve të sotme nuk po i plotësojnë më pritshmëritë e burrave dhe të grave që ata kanë. Dhe nuk janë, kur them pritshmëritë, këto pritshmëritë jo vetëm financiare, por pritshmëri emocionale që duhet t'i ofrojë një martesë. Dhe kështu duket se kemi arritur në të tilla shifra dhe në të tilla statistika ku 1 në 3 martesa po na shkon drejt divorcit. 1 në 3 martesa po na shkon Po na shkon drejt divorcit, ndërkohë që nga ana tjetër edhe vetë martesa, pra hapi për të zyrtarizuar dhe për ta bërë këtë raport emocional edhe të konkretizuar me dokumenta, është duke humbur terren. Pra nëse kjo po ndodh, apo e humbet martesa funksionin e saj tradicional në shoqërinë shqiptare dhe si po zëvendësohet pra ajo që më herët shihej si një detyrim moral i çdo individi që në një moshë të caktuar të fillonte dhe të mendonte për martesën, për krijimin e një familje. Tani martesa detyrim morale nuk mund të themi sepse ajo bëhet nuk është detyrë, është bëhet me vullnet të lirë dhe është një vetplotësim që duhet të ketë çdo burr apo çdo grua nëse e gjykon që të jetë në një martesë dhe nga kjo martesë më pastaj të ketë pasardhës. Por fakti që është e pritshme që ne të kemi këto lloj shifrash, le të themi, sepse gjithë zhvillimet tona ekonomike, politike, sociale kanë çuar që gjithë kjo të jetë në ditët e sotme. Pse e them këtë? Sepse divorci është një pasojë
ka shkaqe që çojnë deri në një divorc, ka shkaqe që burrat dhe gratë nuk po ndihen rahat me njëri tjetrin, nuk u plotësojnë dot këto pritshmëri që thamë përpara, nuk po e mbajnë dot të fuqishëm le të themi institucionin. E para, unë them që është mungesa e dialogut në shumicën e rasteve, por janë dhe shumë faktorë të tjerë ekonomik që ndodhin në familjet shqiptare. Janë shumë faktorë të tjerë social që ndodhin në zhuna fizike, zhuna verbale, se shpeshherë themi që është mirë që partnerët të jenë aty të bashkëbisedojnë, të zgjidhin konfliktet dhe të shpëtojnë marrëdhënien e tyre, por ka dhe raste kur divorci është një zgjidhje, është një zgjidhje e një vuajtje pafund që mund të kenë partnerë në një raport të tyre. Pra, jo gjithmonë është një zgjedhje, pra e lëm diçka se nuk po ecën më. Është dhe një zgjidhje në momente të caktuara. Kështu që, por duhet thënë dhe fakti që jetojmë në një kohë ku martesat, familja janë kthyer në vitrina virtuale dhe shpeshherë krijojnë një ndjenjë pamjaftueshmërie mes partnerëve sepse është shumë prezent dhe aktual edhe shumë i fuqishëm do të thoja krahasimi me marrëdhënie të tjera, me çifte të tjera dhe kjo bën që të lindin dhe konflikte nga kjo gjë. Dhe pastaj hapi i radhës patjetër është divorci. Apo shohim sot një individualizëm më të theksuar ku njerëzit zgjedhin veten përpara kompromisit që në një lloj forme martesa e kërkon. Po, unë do të thoja që gjithë shoqëria është bërë pak më individualiste, por edhe gruaja ka një rol në këtë gjë, sepse ajo është më shumë drejt, dhe kjo është gjë për të vlerësuar në fakt, që ajo më shumë po e vlerëson veten dhe e shikon bashortin ose personin me cilin është në një marrëdhënie, nuk e shikon si një partner dhe kërkon një partneritet me të. Por nga ana tjetër, i kemi fuqizuar gratë, i kemi arsimuar, i kemi fuqizuar, i kemi bërë më të pavarura që të ndihen më të përmbushura me radhë, por burrat i kemi lënë shumë brenda funksioneve të tyre dhe roleve të tyre gjinore dhe nuk e kemi bërë shumë gati këtë burrin e ditëve të sotme për të pranuar këtë gruan që është tashmë në realitet. Dhe shpeshherë këto sjellin konflikte edhe sjellin që një grua e cila nuk ndihet e kuptuar nga pala tjetër, nuk ndihet e ndihmuar nga pala tjetër, të vendosi, edhe nëse aty nuk ka dhunë verbale ose fizike, të vendosi thjesht për vetë faktin që nuk po e ka këtë partneritet, të vendosi ta shkëpusi këtë marrëdhënie. Gjë që më përpara nuk ka ndodhur, sepse gjyshet tona, nënat tona kanë qenë më të përgatitura për institucionin e familjes dhe kanë qenë më brenda rolit të tyre gjinor të një gruaje tradicionale. Gruaja e ditëve të sotme është ndryshe. Është emancipuar, është gjithmonë në kërkim të vetes mbi të gjitha dhe të plotësimit të nevojave të saj së pari përpara se të shkojë tek krijimi i familjes, i cili po ashtu kërkon, besoj, shumë impenjim. Unë do doja të sqaroja diçka që e thash më herët, Eva, që lidhej me detyrim moral. Pra dikur familja ty ta impononte që duhet të martohesh, ka shkuar mosha, ka ardhur momenti të gjesh dikë, të bësh një martesë dhe të krijosh familje. Dhe thënë kjo, sa rol luan familja e gjerë sot në prishjen ose në mbajtjen në një raporti që ndoshta nuk funksionon më? A kanë ende prindrit atë ndikimin e fortë që kanë pasur dikur, pra vite përpara? E kuptoj. Ndikimi i familjes origjinë, pra familja nga vijnë burri dhe gruaja, është një familje sa vjet dhe është zbehur. Nëse më përpara edhe ju e cekët që familjat të kujtohen që të erdhi koha tani, që nuk e se çfarë të presësh më, duhet të martohesh, jo se sot nuk janë më këto, madje kohë më përpara edhe ta gjente familja bashortit. Në një farë mënyrë ose bashorte. Ishin këto mbledhërit ishin më të theksuara. Në ditët që ne jetojmë, kemi liri zgjedhje, kemi liri veprimi, është rritur pavarësia. Megjithatë, ndikimet, unë do të thoja që në ditët e sotme krahasuar me kohën më përpara, nuk janë më shumë tek zgjedhja e partnerit ose e partneres, por mund të jenë ndikime të cilat duke qenë se nuk ndikojnë se si e zgjedh, ndikojnë pastaj pse e ke zgjedhur, se ndoshta partneri ose partnerja që dikush zgjedh
nuk plotëson pritshmëritë e prindërve nga vinë, pra të familjes origjinë. Unë shpeshherë këto i quaj palët të treta në një marrëdhënie, të cilat herë ndihmojnë, herë pengojnë, herë agravojnë situata dhe konflikte. Kjo varet dhe nga shumë arsye të tjera që mund të ketë familja origjinë, po mirë do t'i ishte që ajo të ndikojë pozitivisht me aq sa mundësi të ketë, për të mbajtur këto ekuilibrat, por jo vetëm, por dhe për të ndihmuar çiftet e reja, të cilët duhet thënë, në ditët në të cilat ne jetojmë, po hasin vështirësi të shumta me punësimin, me strehimin, me mirëmbajtjen dhe mirëritjen e fëmijëve të tyre. Kryeqyteti jonë është kaotik me trafikun, me institucionet arsimore, me çerdhet, me kopshet, me oraret e prindërve, me faktin që janë të detyruar të jenë të dy punësuar e me radhë. Mirë është që familja origjinë në ditët që ne jetojmë, nëse i ka mundësit, t'i ndihmojë çiftet e reja, sepse kjo ndihmë i ua bën atyre jetën më të lehtë, por edhe ndonjëherë zbut konflikte që duket se lindin dhe nga këto arsye. Dhe duke qenë se ti përmende disa nga këto arsye, unë do doja të ndaleshim më gjerë tek faktori ekonomik, a është ai ndoshta arsye kryesore që çon shpesh drejt divorceve përtej mungesës së dialogut, përtej mungesës së vendosjes së disa bazave të mira të komunikimit, sepse sot po shohim gjithmonë më shumë njerëz të cilët duan të plotësohen ekonomikisht, pra të kenë një punë të mirë, të kenë një karrierë të mirë, dhe kjo natyrisht kërkon që nga diçka të heqësh dorë, dhe shpeshherë, të paktën edhe referuar një studimi, gratë të paktën në pozicione drejtuese rezultojnë që të kenë një gjasë më të madhe për të divorcuar nga partneri, sidomos nëse ai nuk ka të njëjtin rol. Nuk ka të njëjtin funksion, të njëjtin karrierë, po më thua. Nuk ka të njëjtin rol drejtues në këtë rast. E kuptoj. Atëherë pastaj kjo është shumë personale si gjë, do të thoja unë, ndryshon nga individi në individ, ndryshon nga një grup shoqëror në një grup, nga një target grup, por ajo që duhet të them është që duhet që martesa, pra partneriteti, të jetë mirë kuptues dhe të jetë ndihmues si në sukseset që kemi në jetën tonë përbashkët, ashtu dhe në disfatat që mund kemi në jetën tonë përbashkët. Njerëzit nuk janë gjithmonë në funksione drejtorash, nuk janë gjithmonë në funksione të larta, qoftë burri, qoftë gruaja. Jeta ka zigzake, ka ulje ngritje, dhe kështu që ne duhet të jemi gjithmonë të mirëpritur në shtëpi, dhe duhet të jemi gjithmonë, shtëpia duhet të jetë ai vendi ku ne gjejmë ngrohtësinë dhe ku gjejmë mirë kuptimin dhe ku gjejmë ato këshillat e mira që na ndihmojnë që të mos mërzitemi. Nëse pastaj ka raste të tilla që ju i përmendët ku dikush ka ecur më shpejt se sa dikush tjetër, ose ka pasur arritje më të mëdha gjithmonë në drejtimin profesional, po flasim, i cili përkthehet dhe në të ardhura më të larta, dhe pjesa tjetër ndihet e lënë, mund të ndihet keq, mund të ndihet e pamjaftueshme me radhë, është shumë e rëndësishme që të mos humbin njëri tjetrin partnerët në gjithë këtë rrugtim që bëjnë. Çfarë na ndodh në realitetin tonë shqiptar? Ne nuk e edukojmë martesën, nuk jemi të mirë edukuar si qenie shoqërore për çfarë është koncepti martesës, institucioni dhe si duhet të jemi burra dhe gra në këtë martesë. Unë do të thoja që nëse edhe ka, jo nëse ka, po ka raste të tilla, kur dikush bëhet shumë i suksesshëm, qoftë burra, qoftë gratë, nuk po dua të them vetëm për gratë, ju duket personi që kanë zgjedhur i pamjaftueshëm. Kjo është mungesë pa diskutim e një marrëdhënie të sinqertë, e një marrëdhënie të shëndetshme, dhe është mungesë e vetë plotësimit dhe e vetë personalitetit të personit që po flasim në fjalë, në parim gjithmonë. Megjithatë, unë do të thoja që shpeshherë ndodh që duke u fokusuar shumë te karriera dhe duke u fokusuar shumë tek të ardhurat materiale,
sepse thamë edhe pak më përpara që jemi bërë një shoqëri që krahasohemi edhe duam të kemi këto pushimet, këto shtëpi të shtrenjta, këto makina të shtrenjta me radhë. Kjo bën që të harrojmë konceptet ose të harrojmë pse jemi bashkë, të harrojmë kush ishin ato vlera, ato cilësi që ne bërëm të dashurohemi me njëri tjetrin dhe na bën ne të vendosim të ndajmë jetën bashkarisht. Nëse kjo harrohet, atëherë kemi filluar të kemi një marrëdhënie jo të shëndetshme dhe kemi filluar të kemi një divorc emocional së pari dhe i ka humbur pastaj aty gjithë funksioni dhe gjithë atë për çfarë duhet të jetë martesa dhe institucioni i familjes. Nuk kemi më pasaj as partner të mirë, e rrjedhimisht nuk do të jemi as shok për njëri tjetrin, as prindër të mirë për fëmijët tanë. Apo krijohet një brez që ka frikë nga martesa? Falë, nuk e dëgjoj. Apo krijohet një brez që ka frikë nga martesa? Tek të rinë, tek ata që ende nuk janë në një marrëdhënie, ende nuk kanë diçka të konkretizuar. Ka target grupe në shoqëri, të cilët stepen për të martuar. Ndonjëherë thuhet që janë këto mungesat financiare, por ndodh edhe tek njerëzit që janë shumë mirë me stabilitet financiar dhe nuk i marrin hapat për tu martuar. Martesa është, unë e thamë pak më përpara, nuk është detyrë që duhet martohesh patjetër. Është një dëshirë, është një ndjenjë plotësueshmërie, është një ndjenjë që dëshiron të kesh një jetë ndryshe, por është e vërtetë që ka shumë të rinj sot që nuk zgjedhin të martohen, ose zgjedhin të bashkëjetojnë, të kenë edhe fëmijë, por jo të bëjnë një martesë civile, le të themi në gjendjen civile. Se ato shifra të statistikave që kanë dalë, që janë 1 në 3 martesa, gjithmonë flitet për martesat që janë ligjore. Por ne në shoqëri kemi edhe shumë martesa jo ligjore, pra bashkëjetesa që nuk janë në asnjë lloj statistike që ky burr dhe kjo grua janë bashkë, apo dhe ata nuk kemi ku t'i marrim informacionet u ndavën, u divorcuan ose jo nga njëri tjetri. Që shifrat mund të jenë më të larta. Dhe në përfundim Eva, doja të ndaleshim tek pasojat afatgjata që kjo rënje e martesave, por edhe shtimi i numrit të divorceve do të ketë në shoqërinë shqiptare, në strukturën e saj. Çfarë prej ti si sociologe ndodh paktën në 10 vjeçarin e ardhshëm me shoqërinë shqiptare? Me shoqërinë shqiptare, nëse vazhdojmë me këto ritme, pa diskutim që do kemi më shumë njerëz të vetmuar. Ma më shqetëson jo vetëm fakti i individëve të rritur, por më shqetëson pa diskutim edhe fëmijët që janë në këto martesa. Më shqetëson prindërimi i tyre pas divorcit, pra si prindërojnë burrat dhe gratë pasi divorcohen, sepse problemi më i madh për fëmijët nuk është divorci në vetvete, sesa është marrëdhënia që mbajnë prindrit e tyre pas divorcit, se si prindërojnë ata pas divorcit, se sa të përgjegjshëm janë ata, se si komunikojnë me njëri tjetrin. Dhe thënë kjo, individët e shoqërisë, si këta burra dhe gra që janë divorcuar, si fëmijët e tyre që kanë dalë dhe vazhdojnë nga këto martesa të divorcuara, do të janë individët e shoqërisë së sotme, dhe do të jenë individët e shoqërisë së nesme. Ne na interesojnë që t'i kemi mirë, do të thënë individët, burrat, gratë, fëmijët, të gjithë të rriten shëndetshëm dhe të kenë një zhvillim psikoemocional të qëndrueshëm që shoqërinë ta kemi të shëndetshme dhe pa deviancat e saj. Kështu që nëse vazhdojmë me këto ritme, e para njëherë përveç divorce nuk do kemi martesa dhe do kemi përjedhoj jo vetëm individë të vetmuar, por në të dhënat demografike nuk do kemi shtim natyror, sepse nuk do kemi më shumë vdekje, siç që kemi aktualisht më shumë vdekje se sa lindje, sepse duke mos u martuar normalisht nuk do të bëhen mas prindër. Kështu që nuk janë të dhënat demografike optimale, të gëzueshme për realitetin e shoqërisë tonë, as në ditët që po flasim, dhe as në ditët që do të vinë. Kështu që shpresojmë që kjo të shërbejë pse jo për të reflektuar edhe një herë të gjithë njerëzit lidhur me pasojat që secili prej nesh me vendimet që ka edhe tek tërësia e shoqërisë. Eva, unë të falenderoj edhe të uroj një ditë sa më të mbarë në vim. Deri t'ju, ditë mbarë.
Mirë, ishim në një bised me sociologen Eva Sinanaj për të folur për faktin që 1 në 3 çifte shqiptare, sipas të dhënave të Instat, divorcohet.